Pyetja e radhës që na ka ardhur është e shkurtë dhe direkte, a fiton xheneti lehtë? Për njeriu e mençur, krejt punët janë të lehta. Për njeriu i cili nuk është i mençur, krejt punët janë të rana. Gjëja më lehtë për me fitu xhenetin nuk ka punë më të lehtë. Pse nuk ka punë më lehtë? Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot: "Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba." Krejt umeti jam do të hinë xhenet përveç atij të cili refuzon, nuk don me hi. Sahabët thanë: "Ja Rasulullah, a ka njeri që refuzon xhenetin, nuk do me hi xhenet?" Tha: "Po, ka. Men ata'ani faqad dakhala al-janna, wa man asani faqad aba." Thot, ai i cili e ndjek rrugën time do të hinë xhenet. I ndjek udhëzimet e mia do të hinë xhenet. Ai i cili më kundërshton mu, edhe udhëzimet e mia do të hinë në xhehenem. E tash, na njerëzve kura spjegojmë islamin, jo spjegojmë vlerat e islamit, jo spjegojmë moralin, u spjegojmë edukatën, u spjegojmë sjelljen mes njerëzve, ligjet e shariatit, njerëzit kanë herë nuk i pranojnë. Nuk i pranojnë edhe i refuzojnë ato. I refuzojnë nga ignoranca, nga xehli se ende islami nuk ka gjetë vend në zemrën e tij. Nuk ka gjetë vend në zemrën e tij islami, pra shkak edhe refuzojnë njerëzit. Si shembull, po marr shembull konkret. Shpesh herë na ta shkove të funit me njerëz po debatojmë lidhje me kamatën. Ju tregojmë na njerëzve se këtë punë ka ndalu Islami. Ju kena treguar se Allahu ka thonë, ai njeri i cili mirret me punë të kamatës i ka shpall luftë Allahut. Do thot i në bela. Na thojmë një fjalë popullore, i në bela me dikan. Kur i në bela, atëherë dije se nuk shkon punat e para. Nuk je i lirë me punu. Frikësh me dalë në rrugë, me dalë në dyqan se po të vret. Frikësh me shku në fushë se po të vret hasmi. Frikësh atje. Pare duhesh në për avokat, pare në për këshilla, pare atje. Harxhime kije, fitim nuk kije. Pse i kije këtë këto probleme? Se i në bela me njeriun. Po çka është puna me Allahun kur i në bela? Me Allahun kur i në bela, i në luftë me Allahun, ki him punë kamatës, atëherë priti rrezikët. Priti rrezikët. Kur i tregojmë se Resulullah i ka thënë se njeriu i cili mirret me kamat është ajo çështja më e lehtë e kamatës, është kur njeriu me bën nikah, me martu nanën e vet, njerëzve këto punë nuk ju hin krije kjo, nuk dojnë me besu në këtë formë, ato e shiqojnë në aspektin ekonomik. Na tash nëse i shiqojmë këtë punë në aspektin ekonomik, na dim se më mira me punu me drogë se me punu me bajtën mallter, me bajt bloka. Po, a më këto e kje dinarin me njerës edhe kje dinar halal, atje e kje dinar haram. E di me ata në aspektin ekonomik. Një herë më ka thonë një njeri, bisedonim lidhe me çështjen e kamatës, tha, jo xhallar, folni për kamatën, po s'keni mësu ju matematikë në për shkolla edhe nuk e dini këtë dobijen edhe ata këtë. Thash, është e vërtetë se matematikë nuk kam mësu, as në shkollë të mesme, as në fakultet. Po një gjone ka kuptoj. Mi marë, se kisha një rast dikun, ati, mi marë 5.000 euro, e mi këthi 20.000 euro, këtë matematikë nuk e kuptojën. Nuk e di se nga këtë matematikë, mi marë 5.000 euro, mi këthi 20.000 euro, se kuptoj, mu së më hinë, logika ime s'ma kap këtë. Tin, nëse e din këtë matematikë, që të matematikën qisha, kalzova mu qisha ajo matematikë, edhe ai nuk kuptoj këtë qështone. Ashtë i batisë maj me qështjet kamatës ta shpjegohet edhe në rrugë me dalë. Pse ai qetri po e vret pitanena. Çka ka bën ky njeri? Udhëzimin e Resulullahit e ka refuzuar. Mësimet e Resulullahit i ka refuzuar, për këtë ka thonë ai i cili ndjek mësimet e mia e do xhenetin. Ai i cili i refuzon mësimet e mia, ai njeri nuk e don xhenetin, nuk shkon me zor, nuk ka dëshira me hi në xhenet. E tash ai i cili e refuzon mësimet e Resulullahit, mirët me kamat, mirët me vrasje, mirët me kindapime, mirët me disa punë tjera, disa harame. Jeta e tij çisha? Jeta e tij është e ran. Jeta e tij është me brenga, jeta e tij me vështirësi. Ai në këtë dunjë punën e ka të zift, e ka viran, e ka helash në këtë dunjë. Kurse ai njeri i cili punon halal, ndoshta nuk ka shumë, po të shpia në këshëm 1 kilogram sheqere çon, 2 kilogram çaj çon të shpia, 1 kilo pasole e çon të shpia, han fëmijët, lujnë në kolla, ndoshta më një tanjer, amo është rahat.
kur të rrehet dera dang, hajde bujrëm, vikat pin dhomë, hajde bujrëm. Nuk ka problem ai. Kurse ai tjetri i cili mirët me kësi punë, bam, e shigjon shpion një herë këtë, i del cullë dhe thuj, baba nuk kanë shte shpia, probleme këtë, frigohet me nejtë në shpinë e vetë, frigohet me hip në kërë, frigohet me dala dje, pse jeta e ti është e vështirë. Ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Ai njeri i cili largohet prej mësimeve të Islamit, ja kthen shpinën fesë Allahut, Allah ka më ia ati jetën e vështirë. E jetën e vështirë kur e kije në këtë dunjë me këtë, atëherë edhe dihet se me xhenetin nuk kije punë. Kurse ki tjetri i cili ka jetu jetë të lumtur, ka jetu me fëmijët e vet, ka jetu me gruan e vet, ai njeri e fiton xhenetin, e ka fituar shumë lehtë. Kishin qenë një herë, po tregon dikush një rast në Burg, këtu në Burgun e Idrizovës. Edhe duke biseduar ato të burgosmit, njëri ka pyet ato të tjerë, kush është më i mëshëm këtë dunjë? Njëri thot Hitleri shkon i mëshëm. Njëri thot Einstein, njëri atje, jo, kishon çetër kusha. E kush është më i mëshëm? Thot njëri më i mëshëm dunjë është ai i cili a ditë kishte qenë ditë Bajramit, ai i cili han sot drekën e Bajramit e në han me fëmijët e vet. Na këto këtën a budall, se ja për drogë na mbill, ja i na mbill për vrasje, ja i na nguc, ja i na rreja, kena bën diçka për një punë të mirë, asnjë s'kena fut këto në burg. Këtën na fund për gjëra të këqija këtë. E ai mëshmi nuk i ka punuar këto burg. Ai han sot drekën e Bajramit e han me fëmijët e vet. Ai edhe në këtë dunjë e ka lehtë. E ka lehtë se nuk ka mirë me asnjë punë që Allahu nuk ka shrazi dhe nuk ka i kënaqsh, ai njeri edhe xhenetin do ta fitojë lehtë. Kurse ai tjetri i cili e ka jetën këtë ashtu në shkelë shko, Allahu inshallah atin u afal edhe u jep menjen i udhëzon që ato të drejtohen që këtë muslimanat të futen nesër me një ombrell të futen në një xhenet inshallah. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë me një Allahu ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala në hadith qudsi ka thonë inni khalaqtu ibadi hunafa. Unë thot njerëzit i kam kriju të pastër, nuk kam kriju njerin gjënaqar, nuk e kam kriju njerin drogerash, nuk e kam kriju njeriun alkooliqar, nuk e kam kriju njeriun hajdut. I kam kriju këtë të pastër. Faja'atuhum ash-shayatinu fajtalatuhum an dinihim. Ka thon pastaj vin shejtanat të ndryshëm edhe njerëzit i devijojnë nga rruga e Allahut. Shpesh herë në për ligjërata apo lexojmë dikon kur se faktorët të cilët e degenerojnë rinin, faktorët të cilët e prishin popullatën, faktorët të cilët kanë ndikuar negativisht në këtë punë, na e përdorim fjalën faktor. Do të thonë ka faktorë të ndryshëm të cilët ndikojnë te njeriu. Allahu subhanahu wa taala këto faktorë i ka kujt shejtana, sepse Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë atë mundësi shejtanit që t'ja zbukuroj veprat e këqija njerëzve. Ja zbukuron kamatën, ja zbukuron drogën, ja zbukuron alkoolin, ja zbukuron dohanin, ja zbukuron çetrën punë, krejt punë që zbukuron shejtani, edhe Allahu e ka krijuar pastër njeriu, atëherë që ndërhin këtone edhe e ban njeriu e fliq më një fjalë njeriu. Ati edhe kjo jetë do t'i shkojë e ran, edhe nesër te Allahu subhanahu wa taala ai din se si të përgjigjet.